Jemi rikthyer në studio Ardit. Lasivita, strategu i famshëm amerikan që erdhi me aqbuj. Ku është tani se erdhi në fushat, iku prap në Amerikë, kur vjen sërish, dhe a pritet të sjellë ndonjë lajm të madh për PD-n? Siç është dhe pritshmëria? Në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ditën e sotme ka pasur një takim online me të gjithë kandidatët e listës Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Një takim që të paktën atë që unë kam mundur të mësoj, ka dhënë disa lloj instruksionesh dhe këshilla për kandidat specifik, por edhe mesazhe kryesore. Për kë konkretisht mund të ketë dhënë? Por disa nuk do preferoja të ndalesha në emra të veçantë, po disa prej tyre... Pak si me vonesë? Nga ta listës hapur, besoj. Po, kandidat listës hapur që ka pasur disa lloj piketime të veçanta dhe në tërësi pastaj mesazhet kryesore dhe se si do duhet të shpërndajnë ato, po themi, mesazhet kryesore të fushatës në këto ditë mbetura që janë më pak se 2 javë, 11 ditë e fundit të fushatës. Sa i takon nëse do të ketë apo s'do të ketë një surprizë të fundit, kam përshtypjen që unë e përmenda dhe pak më herë që stili fushatës që po bën zoti Lasivita ngjason me modelin e fushatës boxing campaign. Nëse do të ketë një last punch, një grusht të fundit, do duhet ta shohim, por nëse nuk do t'ishte, atëherë do t'ishte diku një fushat zhgënjyese që Partia Demokratike e lë këtu ku është dhe lën ato kuota të cilat përfliten që ne diskutojmë, një pjesë e tyre dalin dhe në persondazhe, dhe që absolutisht nuk rritet përtej atij basenit fituese. Nuk e bëjmë fituese në radhë parë dhe në radhë dytë e lën shumë poshtë nivelit të 2021-shit që është 59 vetë dhe 4 LSI-a apo Partia e Lirisë 63. Pa i hyrë llogarive, dakord. Lita, Lasivita. Duhet ta sjellë diçka të madhe, a ja ka vlerësuar? Partia Demokratike është një parti që ka fituar zgjedhje, ka humbur zgjedhje. Berisha është një kandidat për kryeminist që ka fituar, ka humbur zgjedhje. Nuk ka nevojë për këshilla amerikane se si të bëj fushat, ditë bëj fushat. Partia Demokratike ditë bëj fushata të ndryshme. I ka bërë dhe në të kaluarën me sukses, disa i kanë dështuar. Lasivita është makjazhi se ne jemi me Amerikën dhe kemi miq në Amerikë dhe... Makjazh jo. Tezën e ke mirë, po makjazh nuk të thoshe. Se po din makjazh është falso. Po, si them unë, me remetim, si them një fasad. Nuk është për fushat. Po, nuk është për fushat, po është për fushat. Ka qenë strategu i fushatës Trump. Shitet sikur po vjen për fushat, por në fakt do të shërbej për diçka tjetër. Ndoshta për Nongratën, ndoshta për pas zgjedhjeve dhe për gjithçka tjetër që ka nevojë Partia Demokratike. Por kandidatët për deputet Partisë Demokratike, sidomos ata të listat të hapura, po hasin shumë vështirësi në terren, sepse nuk përgjigjen bashkëpunim si me strukturat e bazës, si me mungesën një shtabi qendror në Seli për Tiranën, për t'i koordinuar, nëse flasim për Tiranën, si është qarku më i madh. Siç ka patur në çdo palë zgjedhje. Në të kaluarën. Pa në një farë mënyrë janë lënë pak vetëm dhe po e bëjnë fushatën sipas kokës tyre, secili duke dhënë dhe mesazhe her pas here kundërthënëse me linjën e programin apo linjën qendrore. Ndoshta ky takim i Lasivitës është për të unifikuar mesazhin, ai sa mund të bëhet tani në mes fushat, në fund fushatës dhe në mes të kësaj gjullurdie që ka dalë tash me 6 milionçin. Me 6 milionçin. Sulo, a ja ka vlerëtur Lasivita apo ti prisje më shumë që t'jepte? Prisja më shumë nga... Dhe a mendon që do sjellë diçka të madhe të paktën? Kohë s'ka. Që t'japi dhe efekt më pas. Ose ka dhe kohë politike, se një mesazh audio nga sekretari i shtetit e Sipër do ishte sigurisht një bonus, një boost i madh për fushatën e PD-s. A mund të ndodhi kjo, se tani edhe amerikanët zyrtarët janë të kujdesshëm për të mos ndërhyrë në zgjedhje, do quajë një ndërhyrje në zgjedhje. S'ka lidhje, e kanë bërë, Trump e bëri në Gjermani, e bëri në Britani, e bëri në Itali. Se ka problem, mund ta bëj. Nuk e kanë problem. Ka treguar precedentet janë. Prisja më shumë, dhe sepse niveli është, pse prisja më shumë? Sepse niveli është, Lasivita është nivel shumë i lartë i njeriut strategjisë të fushatës.
është bashkëstrategu i fushatës Trump, është kreu i komitetit republikanëve, pra niveli është i lartë. Sado, edhe këtu do të kemi, sado pagesë financiare të kemi, nuk e justifikon ardhje në Shqipëri. Pra, dalim prapë të teza që thamë me Redin që duhet përveç parave të bashkohet edhe filozofia politike dhe krau politik dhe ideologjia në këtë rast që është e Trumpit dhe Trumpizmit. E bashkuar me lobimin, niveli është i lartë, pritej më shumë. Pritej një bus, një shtys, një ndihmë e madhe. Sa për atë që, dhe nuk ka ardhur për fushatën teknike, që do bëjmë fushatë të tillë, do bëjmë fushatë të tillë. Lida e tha për makjazhun, do të thosha, është kopertura që do bëjmë fushatën, sepse ai është lobusi. Ai nuk e pranon të është lobusi, sepse s'ka se si ta pranoj. Po s'ka se si ta pranoj, që formalisht lobusi duhet të deklaroj kontratën, duhet të qëllimin, pagesën, ai është për fushatë. Do të thënë, si formalisht është për fushatën, po është njeriu i Trumpit, shumë i afërt i Trumpit, që fatkeqësisht deri tani nuk kemi parë produkt. Kjo është për të thënë. Sa për fushatën në Shqipëri, këtu ka bërë fushatë Lulzim Pasha me një programet më të mira, 2017, 2021. Me izraelitët? Me Izraelit. Po edhe si me program, edhe si me Konrad Adenauer, programin, edhe Berisha ka programin shumë të mirë, ja mori Rama, ja vodhi dhe keq madje, ja vodhi shumë keq se tha pensioni 400 euro, po dhe ja tha njërë Berisha nuk e ka futur program, pensionin 400 euro, me satarin. A i mori e futi dhe ata atje, sepse atë dje që ato nuk do zbatohen. Pra, nuk kemi fushat në Shqipëri, zgjedhjet në Shqipëri janë të votat në Shqipëri janë të akaparuara dhe të kontraktuara. Të kontraktuara me të gjitha metodat që ne dim. Boll me patronazhimin e diasporës. Erla janë nisur javën e kaluar, që kur ka filluar mbushje plotësimi i votave. I kanë nxjerrë llogarit socialistët, ë? Paktën unë më aq sa kontakte që kam, se din emrat dhe po krahasojnë. Po i din emrat, po kanë çuar njerëzit, po kanë nisur njerëzit nga Tirana dhe nga Gjish, përveç kësaj, i kanë identifikuar, i kanë kontaktuar të afërmit dhe të afërmit i kanë ndihmuar në thonjza, kanë shkuar dhe i kanë asistuar për të votuar. Çfarë fushate ti bësh ti kësaj? Qa fushatet do t'i bësh të kësaj? Jo lasivitaja, po të vinë 10 lasivita. Të vi dhe Trumpi, nuk e dikush e ma tha dikush në emision një ditë, edhe Trumpi të vi, nuk i bën do të gjë. Po kjo pra është fushata, që nuk ka të bëj me aftësinë e strategjisë. Redi, ti si e shef? Unë mendoj shumë modestisht të shoh që është pozitive, sepse fryma atë që diskutuam Partisë Demokratike dhe opozitës tërësi duhej një frymë re, dhe më frymë më të mirë se sa nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që mund na vinte, nuk besoj se mund na vinte nga ndonjë vend tjetër si qytetar pro-amerikan që jemi. Dhe fakti e shoh edhe në një aspekt tjetër, ndikimin që ka lasivita në fushat, është fakti që zoti Rama u mor me të goxha gjatë. Në një fushat krejt shterp dhe problematike që ka pasur Partia Socialiste në këndvështrimin tim, të merresh me personin e ardhur nga Amerika për drejtuar fushatën e PD-s në mënyrë agresive dhe duke përdorur dhe gjithë mjetet dhe makineritë që i ka për ta luftuar. Latifi e ka quajtur Lativita. Po kuptohet që diçka nuk i shkon me këtë mënyrë se si ka dashur ta zhbëj, pra ta zhvlerësoj. Ka sjell partia. Para efektet ka pasur në kohën që e kundërshton ose e sulmon Edi Rama. Dikush e di çka thënë Lasivita me veten kur ka ardhur në Shqipëri dhe ka parë. Kam të këtë të çmendur. Ju përgjigjesh me videon me Miun, po, që bufi hante Miun. Që merrnin fjalët e Lasivitas me vullnetësinë, me deputetin e Vlorës. Pra ishte një gjë krejt komike, krejt jo e përshtatshme besoj edhe për Partinë Socialiste, se nuk kuptoi mesazhin se ku do të ditë. Po e gjithë kjo situatë mendoj që i vlen Partisë Demokratike, do kthehet kjo në votë dhe është një situatë e cila shqiptarët do ta përkthejnë në mënyrë imediate. Kjo kuptohet që në këtë realitet Shqipëria është vend i vështirë, vend i cili i ka përcaktuar llogoret, i ka përcaktuar votat, kuptohet edhe nga votat diasporës që u tha, pra në momentin që kapet diaspora në një formë apo në një tjetër, dhe partitë tjera kam dëgjuar, dhe partitë vogla që thonë kemi kaq vota nga diaspora, pa u hapur votat, pa arritur të kuptojnë gjithë mesazhin. Deklarata fushate janë këto, do shohim. Në këtë formë dhe lobimi dhe mënyra se si kanë pasur akses partitë në ato vende ku ka pasur votë konsiderueshme të diasporës, flas për shembull PS në Greqi, kuptohet që kanë ndikimet, pra përdorin
pushtetin, mjetet e tyre që është e kundralishme për të ndikuar të zgjedhësit, siç po e bëjnë në Shqipëri. Siç po e bëjnë në Shqipëri. Mirë, Lita, Te- çfarë te- kishe te përshtuar diaspora, para se ta mbyll? Ata e dinë shumë mirë sepse kur kanë bërë këto eventet, edhe partitë e mëdha dhe partitë e vogla, i kanë ndihmuar antarët e diasporës, pra emigrantët, të regjistrohen në KQZ për të votuar, pra për t'ju ardhur zarfi. Kur ti e regjistron një njeri në një event të PS-s, ti atë automatikisht e quan tëndin. Si votues tëndin. Dhe kur shikon që ai ka votuar, ti e numëron si tëndin. numëron, po. Domthon, paka shumë ajo me hamendje është 99% që do votoj për ty dhe ta e din sa kanë ndihmuar për të regjistruar, sa kanë ndihmuar kundërshtarët, dhe totali është 246.000 shqiptar të cilët do votojnë në këto palë zgjedhje. Okej, do ta shohim. Vota e emigrantëve do jetë interesante për të kuptuar. Dhe çfarë efekti do ketë, nëse do prodhojnë një deputet më shumë apo jo në qarqe, varet nga shpërndarja. Mirë, në pritje të Lasivitës, edhe të ndonjë lajmi të madh për Partinë Demokratike, nuk di sa kohë ka që Berisha të ketë mundësi të shkojë deri në SBA për të bërë një vizitë, nëse ndodh kjo që përflitet. Minimalisht 3 ditë kohë i do. Minimalisht i bie të largohet 3 ditë nga Shqipëria, gjë që s'para ndodh që në fushat, të paktën me sa kujtoj. Në javën e fundit fushatës largohesh 3 ditë. Po pra, me sa kujtoj në 2017, kur Lulzim Basha u largua në Amerikë dhe bëri atë foton me Donald Trump, nuk u komentua si fort e mirë largimi nga fushata dhe lënia. Nuk i solli benefit. Dhe nuk i solli benefit ndër të tjera. Nuk dim nëse do vinë një mesazh, në pritje jemi, interesante do jem. Lita, shumë faleminderit që ishe sot me mua, Ardit, faleminderit dhe ty, Sule, shumë faleminderit, Redi, faleminderit dhe ty. Bashkë takohemi të njëjtën, ditën e nesërme ndiqni barometrin pasi do të jetë sondazhi i fundit, matja e fundit për Tiranën. Kush fiton Tiranën? Natën e mirë.